Muzex Expo, festivali i parë i muzikës dhe arteve që zhvillohet në Ballkan, ka çelur dyert në sheshin Italia në Tiranë, me një program të pasur që përfshin net muzikore të dedikuara dhe një panajër kreativ gjatë pjesës së parë të ditës. Ky festival sjell një frymë të re bashkëkohore. Është Expo festivali i parë që po bëhet në Ballkan. Ka tre elemente kyçe: elementi i panajirit, elementi i konferencave dhe elementi i festivalit patjetër. Kemi lloj aktivitetesh që nga konferenca me panelistë dhe speaker nga 18 shtete të ndryshme në botë për të diskutuar problemet e industrisë muzikës në Shqipëri ose në Ballkan më saktë, zgjidhje për këto probleme. Mbrëmja e parë kushtohet muzikës elektronike, duke sjellë DJ dhe producent të njohur shqiptar dhe ndërkombëtar, që premtojnë të ndezin atmosferën me ritme dhe performanca vizuale argëtuese. Nata e dytë i dedikohet hip-hopit, ndërsa festivali mbyllet me tinguj të fuqishëm të muzikës rock, duke rikthyer në skenë emrat më të mëdhenj. Ditën e rockut është Augenti, Tre Musketierët, Boykeni, Jericho nga Kosova, Gjergji Rull. Ditën e hip-hopit kemi Noizin, Button, kemi edhe shumë të tjerë. Pas të elektronikën kemi marrë Dubfire. Dubfire është Grammy Award winning artist. Petar Dundov, që është një nga DJ-t më të pëlqyer në Ballkan, është kroat. Krahas netëve muzikore, Muzex ofron gjatë ditës një panajër të artit dhe muzikës, ku ekspozues nga fusha të ndryshme prezantojnë krijimtarinë dhe risitë e tyre. Vizitorët mund të eksplorojnë instalacione artistike, punime artizanale, instrumente muzikore, teknologji të reja audiovizuale, por dhe shumë më tepër.